Lavdi dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplor, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot: "Ala inna fil jannati baban." Dëgjoni me vëmendje. Pra, ne tërheq vëmendjen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të na nxit, që të na bën për atyre që të jemi të kujdesshëm. Thot në xhennet ka një derë e cila quhet Rayyan. Në të do të hinë nëpërmjet asaj dere, do të hinë vetëm agjeruesit. Prandaj, kur do të vijë puna që të hinë agjeruesi i fundit, ma nuk do të ketë drejt askush të hinë nëpër atë derë. Dhe me thonë Allahu xhaleshanuhu për ne që agjerojmë, ka kriju në xhennet një derë të posaçme. E keni parasysh? Për shembull kryetarët kur shkojnë dikund, edhe pritja bëhet nëpërmjet asaj dere që edhe me të pikë e shtrojnë në mënyrë që ta respektojnë atë personit të cilin e presën. Njashtu edhe neve Allahu xhaleshanuhu në xhennet special do të na bëjë një derë nëpërmjet të cilës ne do të himë, inshallah, edhe do ta meritojmë një gjë të tillë, por normal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot as-saimun, ata që kanë agjeru, ju e dini se nuk është agjerim vetëm mos ham dhe mos pim, edhe gjëra tjera që i dim, por agjerim është të agjeroj i gjithë trupi jonë, po ashtu të agjeroj edhe zemra jonë, edhe mendimet tona, edhe krejt, atëherë, inshallah, dhe më thonë, e meritojmë atë që thot në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhaleshanuhu vetëm e di se çfarë shpërblimi agjeruesit do të kenë. Pra nëse marrëm të analizojmë tash agjerimi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën tonë, me të vërtet diferencë e madhe është, ne ja kina hub, elhamdulillah përsëri që agjerojmë, ama nëse marrëm të analizojmë, ja kina hub atë kuptimin esencial që ka agjerimi. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të marrëm, si normal shembull atë kemi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin e agjerimit, në muajin e Ramazanit, i ka pritur delegacionet. Në këtë muaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normal do të thonë ka ble dhe ka shit. Po ashtu në këtë muaj ka udhëtu. Në këtë muaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam madje edhe ka përgatit ushtrim. Ka përgatit do të thonë për luftë. Në këtë muaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po edhe ka bërë luftë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo çka na jep të kuptojmë. Kjo na jep të kuptojmë se agjerimi nuk duhet të jetë sebeb apo shkas që ne t'i lëm obligimet tjera ditore apo javore apo mujore që i kemi. Që për fat keq tash e kena bën agjerimin si me kanë do të thonë pushim. Pushim. Vetëm gjumë, edhe qohen a ham, sifir, ham niftar, tanë ditën gjumë, në rahati, në televizor, në filma. Nuk ka agjerim kjo. Agjerimi nuk do të thote pushim, po agjerimi do të thote aktivitet, përpjekje. Allahu xhaleshanuhu ka bërë mundësi që ne të fitojmë. Pra të fitojmë qatë që e përmendëm fillim, të him nëpërmjet asaj derës që quhet Rayyan. Po pastaj çka na ka përgatit brenda Allahu xhaleshanuhu, vetëm Allahu xhaleshanuhu e din. Prandaj
Agjerimi nuk kërkon gjumë. Nëse në agjerim, në këtë muaj të agjerimit, nuk jene gjendje që të falish, 20 rekat të ravi, për shembull, të falish, po edhe nëse mundët mëse edhe pakës të ashtosh, po nëse mundësh edhe të bësh për atyre të shfrytëzosh ato momente të shfrytëzosh kur e presëm sabahi thirrja, ashtu? Një 25 minuta, çka të bëj atëherë unë? Mbushe me diçka që kje borç ma shumë. Ne, fatkeqësisht që ashtojna, jemi për atyre që kina edhe namaze borç. Nuk e kina fillu kur duhet të fillojmë me namazën. Kina kazaja. Atëherë, në qëto momente, në qëto 25 minuta, fali namazët kaza që i kje. Thuj për shembull në fillim e thirrën njeza, edhe pastaj përsëritse në namaz bën kamet, i kamet bën. Edhe thuj si niyeti si bëhet, e bëna niyet me fal sabahin e parë, Allahu xhaleshanu e din se cilin sabah të parën të e ke lënë, pastaj drekën e parë, pastaj drekën e qinën e parë, akshamin e yatsin edhe kështu më radh, po ashtu edhe normal më thon falen edhe vitrin. Në më thënë, se ne jina borxhli, ne jina pjatime që kina borx, po nëse të mundësot të bësh një gjë të tillë në muajin e Ramazanit, ku edhe shpërblimi është shumë fisht, në më thënë, me të vërtet shumë fiton. Prandaj, nuk duhet të humbim kohën me gjëra të kota në muajin e agjerimit në këtë muaj. Si që përmendëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në më thënë, luftën e Bedrit e ka zhvillu kur? Në Ramazan. Ashtu, në Ramazan e ka. Çfarë luftë është bo? Ju e dini çfarë luftë e. Ballafaqim. Ama në Ramazan, nuk është që asjani të thote se unë, ja Rasulullah, për kuna që është tash? Vape madhe me agjerim? Ja. Se agjerim do të thote, dhe më thonë, durim, bësh sabër, të fitojsh disiplinën, fitojsh në jetë, ne e ka prapa, ne e qërë disiplinën, ne e preshim këtë disiplinën, ne e dojtë të në gjumë, si bëjë, në më thonë, inshallah, për atëme që e falem, atë e bëjmë, ma shumë, shumica e bëjmë, e falem sabajnë, e ma ndreku nga, nuk është ndreku. Obligimet, në më thonë, si nuk banë të jetë sebeb, punët ditore të ndikojnë në neglizhencën e agjerimit edhe në veprave të mira, po ashtu edhe veprat e mira nuk bën qenë sebeb që, domethënë, thush, vallahu unë me agjerim. Ka njerëz për shembull të cilët punojnë, edhe kur shkosh i ke thonë dikujt mishterisë të vesh filan ditën. Kur shkon? Hiç se ka nëzbile. Ove, pa agjerim. Kjo është e keq kuptimi i agjerimit është e. A qëtër thonë kazan agjerimi. Po, nuk dze agjerimin atë kuptimi që thonë ne më kazan, dhe më thonë ka prapa. Punët jo, atër do të thote se s'ka agjeruti. Nuk ka agjeru. Agjerim është e qetësi, sabër, bëshdurim. Pra mos e zgjatim më tepër, edhe gjatë historisë, normal, muslimat e kanë marrë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull gjërat më të rënda i ka bën me agjerim. Delegacionet special për shembull të Taifit, të Hevazinit, e të tjerë, domethënë i ka pranuar në muajin e agjerimit. Domethënë aktiv shumë ka qenë. Se si mos jesh aktiv kur nëse në këtë muaj nuk bën vepra të mira, në të cilën shpërblimi është shumë i madh, atëherë kur do bësh atë? Kur do bësh atë? Domethënë te sezonën e lehtë, ku fitimi është shumë i madh. Prandaj muslimanët e kanë marrë pastaj si shembull këtë, edhe nëse marrëm të analizojmë luftrat edhe çlirimet më kryesore kur janë bë? Janë bë në agjerim. Për shembull e kina Andaluzin, muslimanët
Kur e kanë shiru? Në muajin e Ramazanit. Ajnë Xhalutin, kur në muajin e Ramazanit, Kutsin të cilin e kina humbë, muslimat e kanë humbat, Salahuddin Ejubi, kur e ka ba? Në muajin e agjerimit. Dhe më thonë, adhe bile të regohet se Salahuddin Ejubi, dhe më thonë, ka shku natën, edhe i ka shiqu. Natën që ka bëjnë? Nëse nuk ka dritë në ato shatoret e ushtarve, ka thonë, nesër nuk ka fitore. A kumbet të në këtë muj vetëm të fënjsh. Vetëm fënj. Dhe më thonë, nuk ka kuptim. Pra, në këtë muj bile duhet ma pak fjetje të kese. Ma pak fjetje. Greshe të hegjut të falish. Adhe lexim Kuranit bësh. Edhe dhikër bësh. Ti lutesh Allahu xhaleshanu për muslimant edhe këtij vendit, po edhe vendeve ka janë, dhe më thonë, në për gjithë botën muslimanve edhe në përgjithsi. Pra, inshallah, Allahu xhaleshanu në bon për atyre, të cilët e kuptojnë domethënien e agjerimit dhe e praktikojmë ela in ahsan kelamu ablagh an-nizam kelamullahi al-malik al-aziz al-mannan.